vishet me këtë petkun e paprekshmërisë edhe bëhet më i madh se populli vet. Një deputet i mirë nuk është një deputet që shkon në parlament dhe të flet bukur. Një deputet i mirë është, siç e thash, që dëgjon problematikat e qytetarëve dhe këto problematika kërkon ti transformoj në ligje. Nuk e di nëse keni bërë më mirë ju që keni ikur apo unë që kam qëndruar këtu. Si e mendon ti nga optika jote? Absolutisht, unë kam me 10 raste student, profesionistë në Shqipëri, të cilët janë perfeksionuar dita ditës duke qëndruar po në Shqipëri. Krejt me bindje të plotë e them, janë të jashtëzakonshëm, heronj. Çfarë mendon që do bënin më mirë çunat e Londrës, nëse do ishin çunat e Tiranës, do ktheheshin këtu në vendin e tyre sot? Shqipëria sot duhet dalim nga kjo logjika një komb emigrantësh për të qenë në një logjik komb sipërmarsish. Një nga premtimet tuaja kryesore elektorale është rritja e pagës minimale, gjithashtu apo jo? 500 euro, asnjë rrogë nën 500 euro. Po do na uli taksat dhe neve që bëjmë biznes. Në të njëjtën kohë, ato shkojnë bashkë. Luftat bëhen me shpata dhe me fjalë të ashpra, apo luftat bëhen me dije dhe me pende me argument? Çdo ditë, çdo minutë, çdo sekond duhet të punojmë për demokracinë. Një vajzë e cila nuk është një nga parlamentarët e arshme, por që ka të drejtën e fjalës, instalon në diskursin publik shqiptar qasjen e një shqiptari të mirë, i cili luftën mund ta bëj me hieshi dhe me argument. Dhe kjo është kauza ime si qytetare. Shqipëria madhështore është dhe për të majt, dhe për djallë, dhe për verior, dhe për jugor, dhe për musliman, e ortodoks e të krishterë. Kjo që the ishte fix slogani këtij podcasti, sepse unë këtu bëj politikën time për t'i bashkuar shqiptarët e vlerave. Shqipëria madhështore është një koncept i cili i bashkon shqiptarët për të forcuar si komb, pavarësisht se në derbi njëri mund të jetë tifozeri për të majtën dhe tjetri për të djathtën. Një dhomë përpara kryetarit të opozitës Sali Berisha është dhoma juaj, jeni kryetari i kabinetit të zotit Berisha, edhe një demokrat i ri, i zjarrt, i cili e la Europën perëndimore, ku studioi për vite me radhë, ku ka marrë diplomën për 3 mastera, edhe erdhi në Shqipëri, këtu në këtë tokë ku demokratët ankohen dhe thonë që po largohen të rinjt. Shumë njerëz po hikin në realitete më të mira që ofrojnë më tepër, ndërkohë që ti je kthyer këtu në vitin e fundit kur Partia Demokratike ishte në pushtet dhe qëndrove këtu për gjatë gjithë kësaj dekade kur në fakt ka qeverisur e majta. Si je, Akil Kraja? Këta faleminderit për ftesën. Jam shumë e kënaqur që kam një demokrat të shkolluar, të arsimuar jashtë, i cili dëshiron shumë që të cilë modelet e qytetërimit perëndimor këtu në këtë vendin tënd, që në fund të ditës ne shqiptarët do ta bëjmë, pavarësisht nëse jemi të majt apo të djathtë, pavarësisht forcës politike që prezantojmë. Kështu që në këtë podcast unë nuk njoh ngjyra, unë njoh vetëm shqiptarë që duan ta bëjnë Shqipërinë më të mirë, edhe dua të sjell atë frymëzimin që ka dimensioni këtij podcasti. Jeni listat e hapura? Po. Çdo fitore shijon më shumë kur ka sfidë aty. Edhe ti nuk je në zonë komforti, nuk je në listat e mbyllura, je në listat e hapura për qarkun e Tiranës. Për qarkun e Tiranës. Si do ta fitosh këtë sfidë? Se kur shyn në sfidë hyn për të fituar gjithmonë. Duke qenë prije, sepse në fundit Tirana është kryeqyteti, do të thotë është motori ekonomik, motori kulturor, motori mediatik i vendit, dhe besoj që dhe Partia Demokratike në këtë garë ka nevojë mbase për disa karakteristika, programe, ide, aksione, individ, kandidat prijes që po Tirana të jetë shëmbëltyr, motor për një makineri të madhe që është Partia Demokratike. Kështu që Tirana uroj dhe kam besim që do të më jap një mbështetje pikërisht për të qenë krye kandidat. Besoj që kur ti shkon jashtë Shqipërisë, edhe takohesh me një mik apo me një koleg, edhe të pyesin edhe të thonë çfarë ndodh me Tiranën, besoj që ti flet me krenari për qytetin tënd se je shqiptar apo jo. Elketa, shumë njerëz në Tiranë harrojnë, domethënë, edhe ambicien ton. Për shembull, le të kujtoj një histori. Digitali para shumë vitesh, e para platformë, mbaj mend, digjitale në të gjithë kontinentin evropian. E para Shqipëria gjithashtu kur futi pasaporta, dhe Tirana për shumë gjëra është paravi për rrafshin teknologjik, për të rinjtë që janë ambicioz. Kur vim takojnë, çuditën për shkakun që unë jam punë në sektorin financiar, ne kemi karta identiteti biometrike. Vërtet ju i keni këto në Tiranë në Shqipëri dhe ne bëjmë po biznes me karta biometrike, absolutisht. Ka vende në Europë që nuk i kanë ende madje, edhe karta identiteti kanë të vjetra. Kështu që në këtë drejtim nuk u them drejtën, Tirana ka goxhari si absolutisht institucionet, bizneset në Tiranë, ne mund të rritemi. Tirana ka mundësi të rritet, por nga ana tjetër nuk kam se të gënjej, rritja nganjëherë duhet të shkojë proporcional dhe me të gjitha komunitetet. Unë jam i deleguar për shembull në zonën e kombinatit.
të jemi sinqertë Alketa, më duket sikur atje ora ka mbetur nga herë vitet 90. Pak investime publike, pak biznese, pak alternativa. Në këtë drejtim Tirana është e shumëfisht. Është kjo Tirana sigurisht e qendrës, e bukur, e lartësive të reja, por është dhe Tirana e periferive, që nga një është rurale, bujësore për të mos thënë. Tirana për një turist huaj i ofron të gjitha dhe besoj që në një territor kaq të vogël të kesh këtë lloj shumëshmërie, imazhi, kulturash, tradite, besoj që e bën Tiranën të jetë një qytet i cili ka potencial. Ke studiuar në Paris, në Dijon, dhe pastaj në Amerikë 3 mastera. Më thua të lutem kualifikimet e tua akademike? Se më pëlqen shumë të flas për njerëz të arsimuar, për shqiptar që janë arsimuar në mënyrë të vazhdueshme madje dhe këmbgulse. I përkas një brezi i cili vitet 90 tranzicioni na u tha ju jeni e ardhmja, na u tha që shiko se Shqipëria po del nga një periudhë errët dhe kemi nevojë për rini, për risi, kemi nevojë për dije, kemi nevojë për perëndim. E përpasoj të jemi sinqert, ky brez korrespondon dhe me krijimin e të famshme senate në Shkolla, nëse mban mend, me projekte ndryshme. Un kam punuar në emisionin Troça së kohë dhe ishte pak a shumë natyrale që kur mbarova gjimnazin, gjuhët e huaja, të shkoja studimet për shkollën e lartë jashtë vendit. Rasti konkret në Francë, në Institutin e Studimeve Politike të Parisit. Dhe më pas, kjo ishte një shkollë shumë e mirë, të them drejtën, kam patur një privilegj të jemi pari student shqiptar në ciklin e Europës Lindore, pra të Sciences Po Parisit, dhe më pas bëra një double degree me Bocconin Milano dhe mbas kësaj, kur futesh në këtë rrugtimin e këtyre shkollave, le ta quajmë pak më selektive, të thonë të gjithë, po duhet bësh edhe këtë, dhe ishte pak a shumë gati një shtys nga shumë miq të mi, të cilët thoshin zakonisht rruga natyrale mbas Sciences Po është dhe ENA, që është dhe shkolla e tretë që u bëra, që është shkolla e administratës publike në Francë. Është një shkollë relativisht e njohur në Francë, por më pak në perëndim, por që të them të drejtën, më ka hapur një vizion krejt ndryshe mbi leadershipin, mbi rolin e shtetit, mbi bashkimin evropian, por dhe si përmarrjen. Unë qëndrova këtu. Sigurisht. Po ka pas shumë dhe punova këtu. Nuk e di nëse keni bërë më mirë ju që keni ikur apo unë që kam qëndruar këtu. Si e mendon ti nga optika jote? Shiko, nuk është e lehtë. Unë them që nuk janë bardhëzi, por konkluzioni është vetëm një. Perfeksionimi. Perfeksionimi është këmbgulje, pra nëpërmjet frekuencës lartë arrin një standard, siç është ky standard që ti kërkon të promovosh. Absolutisht do kam me 10 raste student, profesionistë në Shqipëri, të cilët janë perfeksionuar dita ditës duke qëndruar po në Shqipëri. Krejt me bindjet plot e them, janë të jashtëzakonshëm, heronj. Nga ana tjetër është dhe perfeksionimi nëpërmjet mbase praktikave tuaja, pra shkollimit jashtë vendit këtë rast. Që do thotë asnjëra as tjetra nuk thelbi është vetëm një. A je i mirë në atë që bën? Dhe a je i mirë në atë që bën nuk lidhet as me diplomën, nuk lidhet as me statusin, por lidhet thjesht me produktin. Dhe në fund ditës, unë mendoj që çdo i ri i cili e përqafon cilësinë, konkurrencën e lirë, përfaqëson le ta themi atë ëndrrën europiane të atij brezi tranzicion që ti e unë përfaqësojmë pavarësisht rrugtimit të ndryshëm që kemi ndjekur, në fundit besoj që kjo është cilësia për cilën po flasim. Shumë demokratë që kanë patur në podcast këtu kanë ngritur zërin për shqetësimin kryesor. Të rinjt po largohen nga ky vend. Ti në fakt i përket asaj gjenerate që mbasi bëri studimet jashtë, erdhe këtu në këtë Shqipërinë tonë me të mira me defekte dhe vendoset të qëndrosh dhe trasisi të qëndrosh në 12 vitet qeverisjes së Majt me leadershipin e Ramës. Në fakt, ke bërë mirë që ke qëndruar këtu këto 12 vite? Ne jemi në një periudhë sot në Shqipëri sigurisht ku fatkeqësitë politike, demokratike, mund të flasim gjatë për këtë, por mos futemi shumë në politik. Bëjnë që shumë të rinj thonë, di çfarë, un po largohem, nuk po rrit lohem tani për të kërkuar më shumë demokraci, më shumë standarde në arsim, në shëndetësi, standarde në infrastrukturë, standarde në produktet që konsumojmë. Po emigroj. Një lloj dorëzimi. Pra, tu duhet kemi shumë kujdes. Jetojmë në një periudhë që po emigrimi është çështje oportunitetesh për të marrë më të mirën nga perëndimi, veçanërisht sigurisht në terma akademik, në terma biznesi, por nga ana tjetër, me keqardhje duhet ta them, jemi në një realitet në Shqipëri ku shpeshherë ky largim masiv i trinjve duket sikur është thjesht një dorëzim ose një lloj, nuk pas se s'duhet përdor kjo fjalë, por një lloj spastrimi socio-demografik, që thotë të rinjve u thuhet, nëse nuk je i aftë për të bërë 1 2 3 4 siç e kërkon koha sot në Tiranë, çunat e Londrës e etj, largo, ky vend s'është për ty. Në Shqipërinë e demokratëve çfarë mendon që do bënin më mirë çunat e Londrës, nëse do ishin çunat e Tiranës, do ktheheshin këtu në vendin e tyre sot? Nëse në një realitet ku shteti në veçanti, por dhe aktorët ekonomik privat krijojnë hapësira të rinjve
për të patur një projekt sipërmarrës për veten e tyre, pra për pasuruar krejt normalisht si çdo njeri, jo pasurim në sensin negativ. Unë besoj që po, në Shqipëri do të kishim absolutisht më pak krim, më pak abuzime kështu me radhë. Unë mendoj konkurrenca lirë është themeli për t'i dhënë mundësi çdo të riu për të lullzuar këtu në vendlindje. Konkurrenca sipërmarrëse, konkurrenca artistike, konkurrenca ideore, por edhe ajo politike, në cilën ju e dini shumë mirë, tani unë në garë në primare, kalova, bëra një garë, sot jam në listën e hapur, kjo është konkurrenca, pra duhet përqafuar ajo. E tmerrshme dikush është që njerëzit tonë nuk ka vende pune, do ikin ta gjejnë punën jashtë, ndërsa ne si punëmarrës, edhe unë si sipërmarrëse nga këndvështrimi i njeriu që bën biznes sot, themi nuk ka njerëz për vendet e punës vakante që janë. Shumë i vështirë sistemi i rekrutimit. Kështu që ka një kontradikt këtu. Po, në fakt nuk do thoja, sepse ti jemi sinqert, shiko, gjithë shqiptarët sot të rinë, veç atje aspirojnë të kenë, po themi, një iPhone më të fundit kështu me radhë. Ky iPhone bën 1000 euro, po themi, apo jo. Po si mund të kesh njëri sot, domethënë ti je në epokën digjitale, kur pagat për një tri mund të jenë 300-400 euro. Një nga premtimet tuaja kryesore elektorale është rritja e pagës minimale, gjithashtu apo jo. 500 euro, asnjë rrog nën 500 euro. Po do na ulin taksat e neve që bëjmë biznes. Do të jetë kohë. Ato shkojnë bashkë, do të thotë, të falenderoj madje për pyetjen. Qëllimi është rrit pagat për punojësit, duke ulur tatime, detyrimet fiskale për punëdhënësin e këtë drejtim. Kjo kompenson njëra tjetrën, kjo gjeneron më shumë konsum do të thotë gjithashtu më shumë mundësi për të patur më shumë biznese, e përpasoj ne besojmë një Shqipëri po më të begat me më shumë mirëqenie. Cili është sistemi i vlerave që përfaqësoni dhe doni të prezantoni në këtë fushat? Si Akil Kraja. Do të thoja kurajoja, këmbëngulja, profesionalizmi, transparenca. Kurajo për të mos patur frikë për të provuar edhe mënyra të reja për të komunikuar me qytetarët, kurajo për të mos patur frikë për të bërë denoncime kur nevojiten, por dhe kurajo për të dalur në rrugë dhe për të bafaquar dhe një votues i cili mos ndaj njëjtin mendim me ty. Kurajo besoj është çelësi që hap derën e çdo zemre e cila kërkon sigurisht një aspirat më të mirë për familjen e tyre, por që mbase mendon krahu tjetër, pavarësisht bindjes, nuk është si ti. Transparenca, pasi mendoj që shpeshherë në politikë krijojnë ca mite, sikur në politikë janë vetëm disa individ në ca tavolina të zymta me interesa okulte. Unë mendoj që mund të bëhet një politikë krejt e kundërta, me qytetarët në krah, transparente në momentin që shpërndafet palose, por dhe transparente kur mblidhesh tek shtabi jot me shokët e tu. Pra, kjo është fushata ime e vlerat e mia, por mbase mund të shtojë një element tretë identitare në sensin e mirë të fjalës. Unë besoj shumë tek rrënjët e Shqipërisë, besoj shumë tek rrënjët e asaj për të cilën na bashkon. Sigurisht ne të dy po flasim shqip dhe në fundit që në momentin që ne merremi vesh shqip, përse mos shkojmë një hap më tutje dhe ta kthejmë në dialog. Dhe nga dialogu, mbase ti mëson diçka nga unë me siguri do të mësoj diçka nga ty, e në këtë drejtim kjo krijon vlerë të shtuar dhe bashkërisht rritemi. Unë mendoj që dhe Shqipëria madhështore, slogani ynë, në fakt është një slogan i cili është përbashkuar, se ne nuk mund të kemi madhështinë e një kombi që po plaket, nëse ne themi kjo Shqipëri është vetëm për një palë. Shqipëria madhështore është dhe për të majt, dhe për djallë, dhe për verior, dhe për jugor, dhe për musliman, e ortodoks, e të krishterë, për katolik, për çdo kënd i cili ka në themel këtë që mund të jetë eposi ynë, kënga jonë e qenurit shqiptar. Pra në këtë drejtim, po, Shqipëria madhështore është një koncept i cili i bashkon shqiptarët për të forcuar si komb, pavarësisht se në derbi njëri mund të jetë tifozeri për të majtën dhe tjetri për të djathtën. Do kështë qenë gazetar më i mirë apo mendon që je politikan më i mirë? Se me Troçin e nisi që 14 vjeç program televiziv, po e le atë pasionin e vjetër gazetarin, ma le mua ta bësh po bën politikën tani. Po kjo që the ishte fix slogani i këtij podcasti, sepse unë këtu bëj politikën time për t'i bashkuar shqiptarët e vlerave, shqiptarët që duan Shqipërinë. Kështu që faleminderit që e the këtë. Më kujtove eposin e Kreshnikëve, kemi studiuar në gjimnaz, më kujtove rapsodët dhe lahutat, më kujtove orët edhe zanat, më kujtove nderin, besën, fjalën e dhënë. Kemi një identitet kombëtar që duhet ta ruajmë në të gjitha dimensionet edhe ta kalojmë kështu brez pas brezi si këngë fix. Dhe duhet pasi në fundit në këtë konsumerizëm, në konsumerizmi që çdo gjë zëvendësohet deri tek familja, nuk dua zgjatën, po këtu kemi një audiencë shpeshherë femrore nëse mund të përdor këtë term, ai ligji i surrogacisë, Alketa ishte të mërshëm, ligji i surrogacisë çfarë thoshte që nënat shqiptare mund të bëheshin mbartës të një embrioni çka kërci ka etj nga jashtë vendit, lind fëmia dhe ky fëmijë i jepet një çip masakër, sigurisht të ndodh, por është një gjë e cila nuk mund të jetë në lidhje me këto vlerat tona. Pra ne jemi për familjen, për këtë epos, për këtë traditë e cila e bën që familja shqiptare po të jetë e jona një shenjtëri të këtyre vlerave. Pra në këtë drejtim përballë këtyre
vlerave konsumeriste, çdo gjë zëvendësohet, çdo fëmijë, çdo familje zëvendësohet, hajde të mbajmë diçka e cila është më shenjtë, më thelbësore, më rrënjësore, që është sigurisht kombi, Zoti e familja. Këto të treja besoj për Shqipërinë janë jetike, ne jemi një kombi vogël, sot alket duhet ta themi mjerisht për Shqipërinë, kemi më shumë vdekje se lindje dhe që kjo gjë të ndrojë, patjetër ne duhet të flasim më shumë për lindjen, për familjen, për gruan, për emancipimin ekonomik të familjes, të grua sigurisht, por dhe të trinjve të cilët sot në Shqipëri ti e din kanë vështirësi për të patur një akses në një strehim të lirë e kështu me radhë. Çfarë duhet bëjë një parlamentar në fakt? Dy gjëra mendoj unë. E para është të flas, të jetë një komunikues i mirë, dhe e dyta duhet të jetë njëri reformator vizionar që në fakt jemi sinqert, unë do thoya asnjërin as tjetrën. Për ty do të ishte? Unë mendoj që një parlamentar i mirë vetëm dëgjon. Nëse dëgjon, ai bën detyrën e tij. Ta shpjegoj. Kur ti zgjidhesh deputet, i përfaqësues pra i komunitetit që përfaqëson, ti duhet të jesh pasqyrë, pra përfaqësues i problematikave të tyre. Ti duhet si një sfungjer që duhet përthithësh esencën e realitetit, vlerave të përditshme së këtij komuniteti, dhe ta përcjellësh në parlament. Kemi patur një kafe shumë të këndshme në një pasdite pranvere të dy bashk për fizionominë e kuvendit të Shqipërisë aktualisht. Dhe ti më the që duhet më shumë diversitet profesionesh. Edhe më pëlqeu kjo si qasje sepse jam e bindur që nëse do kishim më shumë përfaqësues nga fusha të ndryshme, për shembull ekonomistë sipërmarrës, mjek dhe profesionistë të vërtetë të shëndetësisë, arsimtar dhe akademik, inxhinier dhe ekspert të teknologjisë, përfaqësues të shoqërisë civile apo agronome, përfaqësues të sektorit bujqësor, sikundër dhe dhe figura kulturore, edhe rini dhe student, do të kishim një parlament më të plotësuar. Edhe kemi mangësi për hir të vërtetës apo jo. Kemi ende përveç të tjerash politikanë të një shkolle të vjetër, me gjithë respektin që kanë për mjekra dhe thinjat e bardha. Ka ardhur koha për një revolucion, edhe ti si do ta pikturoje kuvendin e ri? Nga pikpamja jote, dua një qasje shumë personale të Akil Krajës sot. Po, patjetër, nëse fitoj, do të jem deputet, patjetër që besoj do të jem një risi në atë parlament. Sigurisht do të jem pak shkodran, pak i votuar i Tiranës, pak italian, pak francez, pak amerikan, vende të cilët më kanë prekur në formimin tim për këtë që jam sot, kështu që po patjetër besoj që sa më shumë diversitet, aq më shumë pasuri ka. Pasuria politike është pluralizmi, ndaj pyetjes tënde nuk mund t'i them vetëm me një dëshirore të fortë. Uroj të kemi sa më shumë diversitet në atë parlament. Pluralizëm profesional, profesionesh. Pluralizëm profesionesh, shtresash sociale, gjeografish, historish, personale, por dhe diaspore. Pasi në fundit sot ne dim shumë mirë, Shqipëria është dhe në Australi, është dhe në Alaska, është dhe në Gjermani e në Amerikë, nga ku ka nevojë që po çdo komunitet shqiptar, shqipfolës, ndihet i përfaqësuar në kuvendin e tyre. U bë shumë gjatë në opozit, 12 vite. Nuk e di cilat janë reflektimet dhe kritikat tuaja konstruktive për forcën që përfaqësoni. Çfarë duhet bëjë më mirë Partia Demokratike këtë herë? Më lejon të tregoj një histori personale? Patjetër. Vi atëherë koordinator në 2000, kur hap 2014 u shpallën këto koordinatorët nga kryetari i shkuar, edhe unë përgjithsisht u mbaj gjithmonë kollare, edhe kam mbajt edhe herët, edhe vi kostum kollare për ditë, iku një vit, 2 vjet. Por do t'i që fjuan protesta e gjëra dhe fjuat hiqja kostumi vitëm kollare, xhaket, pak më sportiv, domethënë e kështu me radhë. Vjen një moment që ne fjuan protestat, mundesh ta hiqa fare kollaren, pastaj fjuan revolucione, djegje mandate shumë rrallë, hoqja dhe xhaketën komplet sportiv. Dhe tani më ndodhi dhe rithemelimi, riktheva, po themi, tjetrin rithemelimi ka qenë pak një rrugtim i gjatë, foltore etj. Rivura xhaketën, morëm flamurin zyrtar, rivura dhe kravatën, dhe sot po mendoj që jemi rikthyer institucionalisht në atë që duhet jetë, besoj, detyra e çdo përfaqësuesi politik, për të qenë serioz, dhe serioz do të thotë mi marr gjërat jo si lodër, por në kulmin e përgjegjshmërisë që kjo detyrë përfaqëson, që është njerëzit. Pra, sot unë besoj që opozita është rikthyer në gjenezë e rithemeluar për të bërë diçka më ndryshe, më mirë. Çfarë mendon për gjuhën verbale dhe sjelljen agresive të deputetëve në parlament? Dhe nga krahu juaj politik kemi demokratë të zjarrt që ndonjëherë i kalojnë ato kufite etikës në parlament. Mua si qytetare më shqetëson shumë gjuha dhe skenat të dhunshme në parlamentin e Shqipërisë. Ndihem shumë e turpruar si shqiptare kur kjo ndodh. Patjetër është action and reaction.
ka një forcë dhe një kontraforcë, ka një reakcion, po janë përgjegjës të gjithë aty. Pra fjala në vetvete është në fakt pasqyrë e aksioneve dhe realitetit shoqëror që ne jetojmë. Ka veprim, ka kundër veprim, thoni ju. Veprim kundër veprim, ka strategji kundër strategji, dhe në këtë realitetin e Shqipërisë ku ka më shumë vdekje se lindje, Alketa fatkeqësisht po, fjala nganjëherë është më radikale sepse flasim për jeta vdekje dhe propozitën shpeshherë kemi qenë situata jeta vdekje. Bllokimi i flamurit, i vulës, ke parasysh gjithë ato situata të tmerrshme që ne kemi kaluar, ka qenë situatë jeta vdekje realisht. Populli thot nga ana tjetër, po unë çfarë kam që të infektoj cilën pjesë këtë zhurmën e madhe akustike që ndodh në parlamentin e Shqipërisë. Jo, populli nuk thot këtë. Ashtu mendon? Jo, absolutisht. Populli si ma ide ideat fyet kur dëgjon ata të zgjedhurit e tij që zihen atje pa pikën e vet përmbajtjes qytetare dhe profesionale dhe etike politike. Luftat bëhen me shpata dhe me fjalë të ashpra, apo luftat bëhen me dije dhe me pend dhe me argument. Demokracia nuk është një drejtë natyrale, që do thotë diçka që është fituar. Në Amerikë 250 vjet më parë u bë një luftë civile. Bën rand dakord paqe, do bëjmë këtë kushtetut dhe kudo që shkruan në Senatin Amerikan ke fjali pushteti qytetarëve, jo i sundimtarëve etj. Kur shkon në Angli, Magna Carta 5 shekuj më parë, rand dakord baronët, mbas një lufte thanë, "Hey, do bashkohemi." Bashkimi Evropian bëri luftë Franca me Anglinë, bën Bashkimin Evropian. Që thotë demokracia, kjo paqe, kjo grace që ti përmend, nuk është një gjendje natyrale, është një gjendje e fituar. E përpasoj në Shqipërinë tonë. Nëse ne mendojmë që demokracia është diçka që na jepet në dorë nga pushtetarët, ne jemi gabim. Çdo ditë, çdo minutë, çdo sekond duhet të punojmë për demokracinë. Për të rritur standardet, me të drejtë për të hijeshuar diskutimin publik, por si? Duke garantuar që Shqipëria, sovrani, pronari vërtet i këtij vendi që është votuesi shqiptar, të jetë i respektuar dhe jo i më këmbur siç ndodh. Unë jam me Nelson Mandelën, i cili edhe pse jetoi 27 vite në burg, kur doli nga dera e atij burgu, dera e lirisë, tha që nëse nuk do ta kisha lënë pas urrëtitjen, revoltën, hidhsinë që kisha ndier për 27 vite aty ku më pengua drita dhe liria, nuk do kisha dalë nga ajo derë burgu. Kështu që zgjodha rrugën e faljes, paqes, ha? E ka bërë me shumë jeshi këtë, prandaj fitoi të çmimin Nobel ai. Dhe më fal, shiko, dhe më fal. Jo, se nuk jo, po do të shumë të fut arsye. Shiko, po nuk jemi atje ndodhi apartheid. Që do thotë, atje janë vrarë. Një sekond. Nuk jemi në parlamentin e Shqipërisë, jemi në një studio ku një vajzë, e cila nuk është një nga parlamentarët e arshme, por që ka të drejtën e fjalës, instalon në diskursin publik shqiptar qasjen e një shqiptari të mirë, i cili luftën mund ta bëj me hieshi dhe me argument. Dhe kjo është kauza ime si qytetare. Le të jemi konsistent. Kur ne themi pluralizëm në përfaqësim, duhet ketë dhe pluralizëm në aksion. Ti je e bindur, Alketa, që në fundit opozita shqiptare sot vjen me një qasje, po, mund ta themi edhe deri diku krenare, sepse i mbijetuan një sulmi të jashtëzakonshëm deri fizik për ta shfarosur, dhe ne sot vim si përfaqësues të një Shqipërie që e kërkon të jetë, aspiron të jetë europiane, perëndimore, atlantiste, dhe në këtë drejtim unë bie tërësisht dakord me ty, sot Shqipëria ka nevojë për një paqe politike, paqe ekonomike, paqe zhvillimore, në mënyrë që kjo madhështit mos i të jesh një slogan, po të jetë në infrastrukturë, në spitale, në arsim. Dhe që ne të arrijmë në këto potencial, në çrim këtyre potencialeve, ne kërkojmë rotacionin dhe për këto po luftojmë. Dua të flas më shumë për atë që do sjellësh ti në parlament, edhe për dimensionin qytetar të fuqishëm që politika e re synon të instalojë në kuvendin e Shqipërisë. Çfarë do sjellësh ti Akil Kraja të re që s'e kemi dëgjuar? Ose një kaos që është e dëgjuar por ka qenë e dobët, e zbet, nuk ka patur një zë të fortë argumentues. Unë një premtim po jap aktualisht në terren. Unë do të kem zyrën e deputetit siç ka në gjithë botën, me orar, pritje për qytetarët, sepse një deputet i mirë nuk është një deputet që shkon në parlament dhe të flet bukur. Një deputet i mirë është, siç e thash, që dëgjon problematikat e qytetarëve dhe këto problematika kërkon ti transformojë në ligje. Pra deputeti duhet gjithmonë të zbresë në nivelin e popullit, patjetër. Patjetër, është përfaqësues i tyre. Se këtu deputeti bëhet eksakt. Vishet me këtë petkun e paprekshmërisë dhe bëhet më i madh se populli vet. Më pëlqen shumë ky sensi praktik që deputeti duhet jetë në kontakt në nivel popullor me popullin, me atë që e ka votuar. Unë vetëm këtë premtim jam pra në terren, do të kem zyrën time në komunitetin që më voton, në mënyrë që edhe mbas 4 vitesh
të jemi sinqert Alketa, do të jetë më e thjesht fushata, sepse tani je ti që duhet dalësh te rrenti ti të shkosh votuesit, por nëse për 4 vite ti ke pritur ata në zyrën tënde, do jenë ata zëdhënësit e tu, do jenë ata që do të bëjnë fushatën ty, do të jenë ata që do ta bëjnë votën. E përpasoj, një fushatë më e lehtë do thotë një fitore më e lehtë, një fitore më e lehtë do thotë një ndryshim më i lehtë. Kjo është mentaliteti im. Pra, përveç premtimit të zyrës, diçka të konkrete, me të drejtë i thua për kauzat. Dhe në këtë drejtim një kauzë madhore që unë do doja të promovoja është ajo e Shqipërisë madhështore në sens praktik. Sot Shqipëria, Alketa, mendoj edhe vet, nuk jemi të lidhur me një hekurudh as me autostradë, as me Malezi, as me Kosovën, as me Maqedoninë, as me Greqinë. Hekurudha është ëndra ime. Nëse bëjmë këtë ndërlidhje me Ballkanin, kaq thjesht si fillim, ne menjëherë ne mund të shkojmë 10-20 milion banor treg, por dhe forcë punëtore kështu me radhë. Nuk është shoqën Ballkan, është thjesht integrim brenda BE-s. Dhe në momentin e dytë, nëse ne bëjmë këtë integrim me Ballkanin, fare thjesht, nëse ne shkojmë deri në Podgoricë, mund shkojmë deri në Zagreb. Zagrebi është BE, Zagrebi na çon në Frankfurt, që do të integrimi me një treg 450 milionë banorësh, një treg i jashtëzakonshëm. Unë mendoj që ne duhet jemi europeaneist dhe kjo është ajo që unë realisht do të luftoj. Open Balkans ishte një projekt për të ringjallur jugofilin. Unë mendoj që integrimi vetëm në që na sperm është Europa, me Italinë, me Greqinë, me Austrinë, deri në veriun më të largët të Europës. E dyta do të ishte një aspekt teknologjik. Dhe pse unë jam marrë me menaxhim, thjesht që uram që një vogël, kisha qef të montoja, të shmontoja kamerat, televizor një herë, do në gjërat nga më ndryshme elektrike, dhe më ka metur ky pasion për teknologjitë e reja, dhe unë, si pjesë e programit tim, të them të drejtën, jam jashtëzakonisht shumë entuziast për propozimin që ka marrë Partia Demokratike për ta kthyer Shqipërinë në epiqendër të data centrave të Ballkanit. Mbrojtja që na jep NATO, për veçanti sistemin hidrik, si për pjesën e ftohjes, por ashtu dhe për prodhimin e energjisë elektrike, bën që Shqipëria mund të jetë një epiqendër reale për ekonominë digjitale të ardhmes. Alketa ti e din, në gjithë Europën dhe në Amerikë sot flitet për javën me 4 ditë, që do të thotë njerëzit duan të udhtojnë më shumë, njerëzit duan të kalojnë më shumë kohë dhe ChatGPT është bërë një krye asistent. Kjo në kupton forcë teknologjike që unë besoj në Shqipërinë mund ta sigurojmë pse të kemi edhe një AI shqiptar për të patur atë që quhet sovraniteti teknologjik shqiptar. Dhe pika 3, unë jam për një komp sipërmarrësh Alketa dhe për këtë dua të përgëzoj edhe ty, ti ke një sipërmarrje tënde mediatike të komunikimit kulturor, komunikimit digjital, por dhe evenimencial, dhe në këtë drejtim unë mendoj që Shqipëria sot duhet dalim nga kjo logjika një komb emigrantësh për të kthyer në një logjikë komb sipërmarrësh. Taksa më të ulta, por paga më të larta, standarde më të larta, por njëkohësisht eficienca të cilat i mundsojnë Shqipërisë të jetë kompetitive me Europën. Për këtë gjithë sipërmarrësit shqiptar, përfshirë dhe mua të duar trokasim, edhe është fantastike kjo që sapo the. Uroj shumë edhe një gjë të bëni, Made in Albania të jetë kështu internationally recognized. Të gjitha bashkë Made in Albania. Made in Albania duhet të jetë e njohur edhe ndërkombëtarisht sepse programi ynë ka fokus Made in Albania dhe çan po. Jo, shumë brende, shumë prodhime, shumë produkte dhe shërbime shqiptare mbeten thjesht këtu, brenda kufirit tonë, dhe duhet të hapet vizioni sipërmarrësit shqiptar dhe të krijohet gjithë infrastruktura që këto ide të dalin në tregun e lirë botëror, sepse çdo gjë është bërë më globale se kurrë dhe duhet të shërbejë edhe kësaj. Mos ngelen prodhuesit lokal prodhues vetëm shqiptar, sepse jemi një popull i vogël nga pikpamje demografike dhe gjeografike, edhe pse jemi shumë talentuar dhe të mrekullueshëm, kështu që të na mirëpres vota se idetë tona kanë qenë gjithmonë karta fituese në shumë fusha, apo jo? Absolutisht. Cila është kosto më e madhe politike që marrin ata që luftojnë në vijën e parë të politikës? Edhe ti je një opozitar i fortë, ë? Po, familja do thoja. Që do të thotë më pak kohë me familjen, por më pak kohë dhe vetveten. Dhe kur ti merresh me politikën, pra me të tjerët, të duhet të fshihesh pak, të fshihesh nga vetvetja. Kostoja kjo është më e madhe, vetvetja, familja është shumë dimensional, është rrafshin material, sepse nuk ke mundësi të bësh mbase karrierë, ai sa do doje, por dhe rrafshin shpirtëror, kalon më pak kohë me të dashurit e tu, kështu që besoj që nuk është pas sakrifica politika. Shiko, duke punuar drejt për drejt si drejtori i kabinetit të Sali Berishës, kam shumë dëshirë të di në një kuriozitet nga jeta e një lideri se si qasët ai ndaj prurjeve të reja në Partinë Demokratike sot, edhe një reflektim tuaj, nuk e di, një kritik direkte për të, edhe një vlerësim që ke për punën e tij që historia gjithmonë ta njeh. Pavarësisht moshës, ai shpiku qytetarin digjital, ai soi në Shqipëri aso kohë i Albania në mandatin e kaluar, dhe për çështje digjitale është shumë i avancuar, ai e menaxhon vetë,
Facebookun e tij, Instagramin, është jashtëzakonshëm, i ka të gjitha në kontroll celular dhe për ata që se besojnë ndodh realisht kështu. Domethënë në WhatsApp, mos thjesht tek ato grupet e Dr. Berishës, sepse e bën vetë. Është e jashtëzakonshme këtë drejtim, është tetë frymëzuese, nga ku besoj edhe një mesazh për të rinjt dhe këtu dua edhe të falenderoj për ty sepse na ke dhënë një oportunitet edhe një hapësirë të re të figurave të reja të Partisë Demokratike, sigurisht po jo vetëm, besoj edhe të Partisë Socialiste, për të shfalosur mbase një ndryshim me atë që jemi mësuar gjithmonë me këtë karakteristikën e politikanit pak më klasik. Dhe besoj që kjo risia me klasike nuk lidhet me moshën, po lidhet me qasjen. Dhe në këtë drejtim më duhet ta them që nganjëherë mua miq më thonë you are an old mind trapped in a young body. Ndërkohë që doktorit mund t'i thonë që you are in a young mind in a trapped in an old body. Kështu që më kupton, është komplekse kjo gjë dhe uroj shumë që përktheje në shqip më mirë, se do na bëjmë vrejtje pse se tam shqip këtë. Në shqip bie do një mendje vjetër një trup të ri ose një trup i vjetër një mendje të re. Kështu që domethënë është pak më komplekse kjo çë. Unë mendoj që risit janë tek energji, tek prurje, tek inovacioni. Nëse ti ke këto faktor pra energjinë, inovacionin, idet, ambicien, mosha tjerat janë fasad. Shfrytëzoj dhe rastin Alketa po nëpërmjet këtij podcasti që i ke dhënë hapësirë demokratëve të rinj, profile si edhe ky imi, të cilët shpeshherë nganjëherë duhet luftojnë pak më shumë me mediat edhe të kapura për të folur mbi historinë e tyre që fundit është historia jone përbashkët e këtij vendi tonë, Shqipërisë tonë. E pra ky është shembulli i depolitizimit të medias edhe i demokratizimit të saj ku në kohën e parimit kryesor pluralizmit politik duhet jetë njëkohësisht në paralele pluralizmi i fjalës, i mendimit kritik, edhe krijojnë disa hapësira kështu sterile, të pakontaminuara, jo konjunkturale dhe pa asnjë interesi përveç interesit të mirës publike. Deri ku ja vlen sakrifica e të angazhuarit në politik? Cili është ai prag të cilin ti nuk do ta shkelje? Shiko, unë jam futur në politik me një ëndër, me një pasion, edhe luftoj për ta realizuar këtë ëndër. Edhe kjo ëndër është e përbashkët për një vend ku ne të jetojmë mirë, ku në një vend të bukur, të begat, që na pasuron shpirtërisht, po dhe materialisht. Dhe nuk e kam vendosur veten, nuk e kam vendosur ende veten në një pozitë që të them, shiko se këtu është, po tjetërsohesh ti edhe nëse tjetërsoja mund tjetërsohet edhe kjo ëndër. Për momentin, të jemi sinqert, po i qëndroj besnik kësaj ëndre, të shohim çfarë do ndodh me 11 maj. Unë besoj që do dalë mirë rezultat, por A mendon se të arrihet bashkimi i Shqipërisë me Kosovën ti në vitin 2002 kur ke qenë shumë i ri, ke realizuar një dokumentar që quhet Let's Make Peace a Fashion, le ta bëjmë paqen mod. Edhe unë frymëzuar nga ky slogan të bëra edhe pyetjen e paqes në parlamentin e Shqipërisë. Se mu duk një qasje e vjetër shumë e shëndetshme, një demokrati të ri vitin 2002 që mendoja se jetonte, gjallonte tek ty ende. Unë absolutisht jam një paqedashës jashtëzakonshëm, madje edhe në kulmin e kulmit të një debati, unë përgjithsisht e rrugja këto cilë. Të lutem bëu edhe një paqeruajtës, paqe i devotshëm. Do të me 11 maj nëse votuesit ma japin këtë mandat, do të përpiqem të jetë paqeruajtës në parlament, edhe ndërsa për Kosovën patjetër, shiko, bashkimi do të thonë bashkimin evropian. Quhet bashkim evropian. Pra bashkim i Shqipërisë dhe Kosovës dhe Italisë dhe Greqisë dhe Serbisë uroj nesër pasër në Europë. Është kaq e thjesht të mos e lodhim veten, Europa bashkon Shqipërinë me Kosovën. Si e njohur me bashkëshortën tënde Isi, është ajo një ishull relaksi për ty mbas fushatës elektorale të lodhshme edhe shumë impinjative në këtë moment jete? Isi luan piano, luan kitar, luan dhe çiftelin madje. Sa bukur. Dhe të them të drejtën, Isi është tam pjesa e muzikaliteti ditës time, dhe jo vetëm sensi figurativ, por edhe në të vërtetën, ajo menaxhon playlistin në makinë, ajo menaxhon playlistin kur ke dëgjuar muzikë dhe absolutisht është një person i më rëndësishëm i ditës time sepse është mbështetëse, është karikuese, është motivuese, është dhe kritike, është edhe sfiduese dhe në këtë drejtim mendoj që mbrapa çdo gruaje e suksesshme apo burri i suksesshëm në fakt është një çift i suksesshëm. Nuk jam për këtë parimi që grua burru, mendoj që çifti është një unitet, është një bashkim forcash, idealesh, historish,
për të arritur, pse jo, një objektiv të përbashkët dhe ajo është një familje e lumtur që uroj ne ta kemi, po. Jam gjithmonë shumë kurioze të di nëse vërtet gruaja për burrat në politik bëhet qafa, pas të cilës lëviz koka e politikanit. Ndodh kjo? E ka këtë fuqinë një grua që pavarësisht se nuk është e lidhur në mënyrë direkte, indirekt, ka një ndikim të ndjeshëm? Sa e vëmendshme është ajo në gjërat që ti bën? Isi është një realisht një kolon e të përditshme stit me dhe në fushat, ajo ndërhyn ndonjëherë për këtë foto, për këtë imazh, kravata shpeshherë mi përzjedhisi, kështu që po patjetër ajo kuron jo vetëm imazhin, por dhe mendimin, flet si një nënë e re. Ajo ka një punë që ekspozon edhe me konsumator, ajo punon në retail dhe dëgjoj nga ajo histori që mbase duke qenë ato botën time nuk do dëgjoj, andaj është e shëndetshme që në një familje të ketë pluralizëm diskutimesh. Ti je baba vajze. Po. Çfarë do doje për Shqipërinë e vajzës tënde? Një Shqipëri të bukur. Mendoj që e bukur është motor për ekonominë, për kulturën, për familjen. Një Shqipëri e bukur është edhe madhështore, është dhe për kujdesje, është dhe dashuri, është dhe ndjesi. Një Shqipëri e bukur, ne duhet kemi ambicie për një Shqipëri të bukur, edhe duhet na revoltojnë komshiu që hedh qese në rrugë, po kaq saç politikani që grabit taksat tona. Shqipëria e bukur është një ëndër që do doja ta lija trashëgimi vajzës time, po. Vajza juaj quhet? Maria Vitoria. Vitori si zanat, po dhe Victoria si fitoria. Yes, të dyja, absolutisht. Të uroj të sjellë fat. Faleminderit shumë. Dhe shumë faleminderit për këtë diskutim me pathos dhe me pasion të një demokrati të ri që shpresoj të na nderoj nëse do ketë një mandat në Parlamentin e Shqipërisë në këtë round politik. Faleminderit për hapësirën që më dhej për këto pyetje krejt alternative që uroj të kenë frymëzuar edhe publikun për të thënë që shko, çdo kush mund të bëhet politikan, mjafton të ketë kauza, vetë si tham, të përfaqësoj komunitetin votuesin e tij. Ajo është thembra e Akilit. Dua ta shem këtë idenë që politika i bashkon por dhe i ndan shqiptarët. Politika vetëm i bashkon shqiptarët. Patjetër, aty është sovraniteti. Faleminderit që ishe në Inspire sot. Faleminderit për ftesën, Alketa, dhe domethënë nganjëherë këto rolet tona edhe pse duken larg në tavolinë, fakt janë shumë të afërta sepse si në politik, si në këtë pozitë që jeti në këtë emision që kërkon të frymëzoj, objektivi është koçimi social, shoqëror, nëse mund ta quaj kështu, si të frymëzojmë, të lartësojmë shoqërinë, ta ndryshojmë coach në këtë drejtim, kështu që jemi një tën anë duket, kam përshtypjen. Çfarë ndjesi e patë sot këtu në këtë studio? Është studio pak ndryshe nga ato ku shkon zakonisht për të bërë debat politik. Po, pak më ndryshe sepse përgjithsisht biseda fokusohet tek politika si aksion, ndërkohë që këtu më duk vetë sikur po flasim pak për coaching shoqëror, si të frymëzojmë njerëzit, si politika mund të jetë ndryshe, kështu që të përgëzoj për këtë coaching që kërkon të inspirosh në publikun tënd. Faleminderit shumë. Faleminderit Alketa.